Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Mjekja Raimonda Sinani në vitin 2016 u përball me një nga diagnozat më të vështira për çdo grua, kancerin e gjirit, por zgjodhi të mos dorëzohej. Me forcë, kurajo dhe mbështetjen e familjes e kolegëve, mjekja e përgjithshme e fitoi këtë betejë. Sot ajo është shëruar dhe ndan historinë e saj për të dhënë shpresë dhe motivim për të gjitha gratë që përballen me këtë sëmundje. Investimet në pasuri të paluajtshme vazhdojnë të jenë një pjesë së kyçe e kapitalit të huaj në Shqipëri, duke u përqendruar kryesisht në zonat bregdetare. Edhe në Gjirokastër, sidomos zona historike e qytetit, po tërheq investime në banesa karakteristike nga të huajt dhe vendasit. Gjirokastra ofron një udhëtim të veçantë në të shkuarën përmes muzeve të saj, të cilat pasqyrojnë historinë, traditat dhe trashëgimin kulturore të qytetit. Sipas studiuesve të historisë, investimet e bëra në këto institucione kulturore ndihmojnë në ruajtjen e historisë dhe tërheqin turistë. Në Gjirokastër, aerodromi i qytetit po kthehet në një pikë tërheqëse për sportet ajrore. Parashutistë dhe pilotë nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës zgjedhin këtë destinacion për të zhvilluar fluturime spektakolare. Këtë diel ishte planifikuar një aktivitet i madh, por kushtet atmosferike penguan një pjesë të pjesëmarrësve. Ju njohim tani më gjerësisht. Mjekja Raimonda Sinani në vitin 2016 u përball me një nga diagnozat më të vështira për çdo grua, kancerin e gjirit, por zgjodhi të mos dorëzohej. Me forcë, kurajo dhe mbështetjen e familjes e kolegëve, mjekja e përgjithshme e fitoi këtë betejë. Sot ajo është e shëruar dhe ndan historinë e saj për të dhënë shpresë dhe motivim për të gjitha gratë që përballen me këtë sëmundje. Raimonda Sinani, mjekë e përgjithshme në Gjirokastër, është gruaja që në vitin 2016 u përball me një nga diagnozat më të vështira për çdo grua, kancerin e gjirit. Megjithatë, ajo zgjodhi të përballet me këtë sfidë me forcë dhe buzëqeshje. Sot, Raimonda është plotësisht e shëruar dhe ndan historinë e saj për të dhënë shpresë dhe kurajo për të gjitha gratë që po kalojnë një situatë të ngjashme. Faktikisht unë e kam zbuluar me vetë kontrollin tim, pastaj me një eko dhe një mamografi, dhe pastaj kuptohet në fazën e hershme. Bëhet fjalë për vitin 2016, dhe atëherë pas kësaj që e zbulova, jam nështruar me njëherë ndërhyrjes kirurgjikale. Sëmundja nuk është e lehtë. Çdo lloj sëmundje, aq më shumë kjo sëmundje që në amin e ka një çik duke sikur kur diagnostikohesh me një sëmundje të tillë është fundi për çdo gjë, mbaron jeta, por në fakt nuk është ashtu. Unë ja them gjithnjë edhe pacientëve të mi që çdo gjë që kapet sa më herët të kapet është shumë mirë, ke shpresë deri në momentet e fundit. Jo që kur kapet herë në fazat e hershme është komplet i shërueshëm. Zgjati rreth 2 vjet e gjysmë. Se kisha goxha, kisha cikle pas operacionit, kisha ciklet e kimioterapisë, kisha radioterapin, pastaj ishte një mjekim tjetër që quhej Herceptin, i cili zgjaste goxha. Diagnozat ishin tepër të rënda, por pjesa më e vështirë për të ishte tua komunikonte familjarëve. Më dhimbte për brenda që duhet të thoshja një lajm të tillë. Burrin e kisha në krah, më i fortë si tip. Mamaja kuptoi se tani që jam nën vete kuptoi se sa e dhimbshme është. Edhe çunat gjithashtu. Të tërë u mërzitën jashmase, por të thash me optimizmin tim, u jepja forcë dhe atyre, edhe motrat, edhe çunat dhe mamaja, bashkëshorti që më shoqëronte në çdo cikël që bëja bashkë me mamin e me njerëzit e mi. Të tërë dukeshin domethënë që kur më shikonin në atë gjendje ata prekeshin shumë. Për Raimonda Sinanin, forca për ta përballuar sëmundjen erdhi nga dashuria dhe mbështetja e familjes, për kushtimin e punën e saj si mjeke, dhe kolektivi që qëndroi pranë në çdo hap të kësaj betejë. Besimi në Zot e para, mbështetja që kisha tek familjarët e mi dhe tek shoqëria, kolegët të tëra, dhe vetë si tip jam optimiste. Nuk jam tip që ç'më mua tani, çfarë ishte kjo sëmundje që më ra në pjesë. Jam si tip optimiste, e mendoja që do ta kaloja. Sepse më ndihmoi fakti që e kapa në fazën e hershme, atë që tham që sa më hershëm ta kapësh, aq më mirë është. Sot, ajo ka një mesazh të fuqishëm për të gjitha gratë dhe jo vetëm për to. Kontrolli i rregullt shpëton jetë. Zbulimi i hershëm bën diferencimin. Parandalimi është forca jon. Shumë gra që e kanë zbuluar që në fillim, mes tyre jam edhe unë,
Sot jetojnë shëndetshëm, qeshin, përqafojnë, realizojnë ëndrat e tyre. Kontrolli nuk është fundi, përkundrazi është shpresë e madhe ose është dhurata më e madhe që i bëjnë vetes son apo familjarëve tanë. Një kontroll shpëton jetë. Ndoshta jetën tënde. Kujdesu për gjirin, kujdesu për vete. Kontrollet periodike, vetë kontrolli dhe vizitat e mjeku janë mënyra më e mirë për të shmangur jo vetëm pasojat shëndetësore, por edhe ato emocionale dhe ekonomike që sjell një sëmundje e tillë, thot mjekja. Një shpërthim i fortë ka tronditur Sarandën mbrëmjen e djeshme. Ngjarja është regjistruar në lagjen në numër 3 ku policia ka gjetur automjetin e shkatëruar tip Foristrad. Të njëjtat burime kanë konstatuar se brenda mjetit është gjetur trupi i pajeti identifikuar se i përket 58 vjeçarit Isuf Jaçajt. Ai është baba i 31 vjeçarit Klaus Jaçaj, i cili gjendet në burg për akuzën për krahje e autorit të krimit si pjesëmarrës në ngjarjen e datës 17 korrik të 2025-s, kur Ramadan Zota plagosi me armë zjarri në lagjen numër 4 të Sarandës, Gëzim Hajdarajn dhe Ernest Lamën nga Kamza. Në 21 korrik, një person i maskuar me maskë silikoni vendosi eksploziv tek automjeti Klaus Jaçaj duke shkatëruar atë plotësisht. Ngjarje ende e pasbardhur. Nga shpërthimi i mbrëmshëm mësohet se janë shkaktuar dëme materiale në disa biznese përreth dhe një tjetër automjet të parkuar aty pranë. Para ditën e sotme në vendngjarje ka shkuar forcat gjenjere përveç forcave të policisë. Investimet në pasuri të paluajtshme vazhdojnë të jenë një pjesë kyçe e kapitalit të huaj në Shqipëri, duke u përqendruar kryesisht në zonat bregdetare. Edhe Gjirokastra, sidomos zona historike e qytetit, po tërheq investime në banesa karakteristike nga të huajt dhe vendasit, duke nxitur zhvillimin e tregut lokal dhe ruajtjen e vlerave arkitekturore. Investimet e huaja në pasuri të paluajtshme vazhdojnë të jenë një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare. Për vitin 2024, sipas ekspertëve të ekonomisë, këto investime zënë rreth 24% të vlerës totale të investimeve të huaja në vend, duke treguar një interes të lartë për tregun e pronave. Sipas pedagoges së ekonomisë Antoneta Polo, shumica e investimeve në pasuri të paluajtshme kryhet në zonat bregdetare, ku vlera e tyre është më e lartë. Kjo tregon një tendencë të investitorëve për të zgjedhur destinacione me potencial të madh turistik dhe zhvillim ekonomik. Për vitin 2024 zuri rreth 24% të vlerës totale të investimeve të huaja në Shqipëri. Kryesisht investimet në pasuri të paluajtshme bëhen në zonën e Bregdetit. Pra, në zonën e Bregdetit është vlera më e madhe e këtyre investimeve. Kuptohet që sa më shumë të investohet në vend, aq më shumë të ardhurat do të siguroj vendin nga këto pasuri të paluajtshme dhe nga shfrytëzimi i tyre, si nga shtetasit vendas ashtu dhe nga shtetasit e huaj, dhe përpasoj është një burim plus në ekonominë shqiptare. Edhe në Gjirokastër, sidomos në zonën historike të qytetit, ka blerje dhe investime në banesa karakteristike. Këto investime nuk vijnë vetëm nga të huajt, por edhe nga vendasit, duke kontribuar në zhvillimin e tregut lokal dhe rikthimin e vlerës historike dhe arkitekturore të qytetit. Të gjithë jemi koshient që në zonën historike të qytetit po bëhen investime, ka blerje të objekteve karakteristike, të shtëpive karakteristike gjirokastrite nga të huaj, por më shumë nga vendas, pra banor shqiptar, rezident shqiptar, por jo gjirokastrit. Kjo për vendin tonë është dhe për Gjirokastrën në veçanti, është një trend shumë i mirë, trend pozitiv që shkon në rritje, pra investimet në trashëgimin kulturore janë një vlerë e shtuar për qytetin tonë dhe kuptohet që të gjithë e shohim që në qytet ka ndërtesa të rënuara, për ato problemet që dihen shumë pronar apo asnjë pronar, dhe si e tillë investimi në këto pasuri, në këto shtëpi karakteristike, është një faktor pozitiv që çon në zhvillimin e qytetit të Gjirokastrës dhe ekonomisë së vendit në tërësi. Blerjet dhe investimet në pasuri të paluajtshme, veçanërisht në zonat historike dhe turistike, tregojnë se Shqipëria po tërheq interes të madh si për investitorët e huaj, ashtu edhe për vendasit. Ky trend pritet të vazhdojë, duke sjellë zhvillim ekonomik dhe forcim të tregut të pronave. Edhe pse tetori ka sjell dallgë dhe plazhe të zbrazëta, turistët e huaj, kryesisht gjermanët dhe britanikët, vazhdojnë të frekuentojnë Sarandës. Sipas udhërrëfyesit Tomi Tare, ata po shijojnë verën e vonuar në Rivierën shqiptare, duke vizituar plazhet Butrindin, Syrin e Kaltër dhe Gjirokastrën.
Ditët e para të tetorit edhe në Sarand kanë sjell një egërsim të detit, braktisje të plazheve dhe paksim të guidave turistike me skafe e anije turistike. Por kjo nuk ndodh me të huajt, kryesisht me gjermanët dhe britanikët, që në këtë tetor gjejnë verën e vonuar në Sarand. Të huajt që ndodhen në Sarand nuk kanë pyetur nga dallgëzimi i detit, duke u bërë frekuentues të plazheve publike përgjatë shëtitores, ku të tjerë bëjnë foto nga momentet e përplasjes së dallgëve mbi shkallaret e shëtitores. Edhe në këto ditë tetori, grupe turistësh të huaj janë blerës ekskursionesh ditore në Sarand sipas udhërfyesit tomitare. Këto ekskursione itineraret janë ndryshme, sot këta kishin Butrintin edhe Sarandën, po ka dhe destinacione tjetër, Gjirokastra, Syrikalta, Riviera, të cilët këta frekuentohen sipas dëshirave që kanë që nga Korfuzi, ata që ndrorin rreth 7-8 orë tu tek neve dhe pastaj në mbrëmje ose mbasdite vonë kthehen përsëri mbrapsht. Mes tyre veçojnë britanikët, por sidomos grupe gjermanësh që kanë qenë trendi i muajve të verës në shkallë vendi. Në gjithçka që ofron Saranda dhe jugu shqiptar këtë tetor, guiduesi thotë se gjejnë verën e vonuar të munguar në vendet nga vinë. Siç shikojmë që themi që kemi këtë natyrë, po ka dhe gjëra fenomene të cilët atyre u stonon në krahasim për shembull arkitektura e qytetit, me shumë e dëndur, me shumë betone, nuk i bën shumë optimist, po kjo është ajo zgjidhje që kemi bërë neve. Ata tregojnë shumë të optimiste dhe shumë nga ata mua më premtojnë që ne do ta zbulojmë më tej. Edhe kur pyesin se sa vete kuota ditore këtu, interesojnë ata bëjnë plane që të vizitojnë më mbrapa Shqipërinë. Kjo është që neve na intereson, por duhet të jemi edhe shumë të kujdesshëm me hapat që hedhin për turizmin. Duhet të jetë shumë e rakorduar mirë çmimi, cilësia, shërbimi. Interesin e tyre e tërheq ajo që në optikën e tyre ka bërë ndryshim Shqipëria, me të mirat dhe të këqijat e këtij zhvillimi, ndërkohë janë të prirur të njohin dhe shijojnë gatimet tradicionale dhe preferojnë të udhëtojnë me transportin publik, duke i besuar sigurisë dhe zgjerimit të kontakteve me njerëzit vendas. Janë të mirë të informuar që duan transporti publik, është dhe me sigurt, kanë dhe atë intuitën që e njohin, arrin të futen më mirë në jetën me njerëzit, edhe me vendbanimin tonë. Në krahasim me një makinë me qira, kjo jep më shumë prioritet. Turistët e vjeshtës në Sarand janë të organizuar në grupe ditore dhe vinë nga Korfuzi për disa orë në Sarand e më gjerë në jugun shqiptar, duke blerë ekskursione me destinacione të ndryshme. Ato nisin nga atraksionet e qytetit të Sarandës, në Syrin e Kaltër, Butrintin, Gjirokastrën e kthim brenda ditës. Në Gjirokastër, me afrimin e datës së nisjes së universitetit, kërkesat për banesa me qira nga studentët rriten në ndjeshëm. Çmimet e larta dhe preferenca e pronarëve për t'i dhënë banesat familjarëve e bëjnë më të vështirë gjetjen e një shtëpie për ta. Pjesa më e madhe e apartamenteve është e regjistruar në platforma për turistët, duke ulur ofertën për studentët. Tashmë që universiteti fillon në Gjirokastër, kërkesat nga studentët për banesa me qira po rriten ndjeshëm. Çdo vit ky fenomen përsëritet pasi shumë studentë të rinj kërkojnë vendbanim afër ambienteve universitare. Sipas agjentëve të pasurive të paluajtshme, edhe pse kërkesa për banesa është e lartë, shumë studentë përballen me probleme. Çmimet e qirave janë rritur ndjeshëm dhe pronarët e banesave shpesh preferojnë t'i japin ato familjarëve, duke mos i orientuar tek studentët. Kërkesat nga studentët kanë qenë të shumta. Por ama asaj ajo që çfarë japim ne feedback mbrapa është sepse kemi apartamente me qira aktualisht, por çmimet janë shumë të shtrenjta, nuk arrin dot që t'i marrin. Pastaj edhe një pjesë e familjarëve, problematika tjetër është që nuk punojnë shumë me studentë, nuk duan që t'i japin studentëve sepse jo prishet, jo. Pastaj nuk e ka se më marrëveshje një vjeçare, punohet me 6 muaj, bën 2-3 veta dhe nuk është ajo pjesa e merakut më saktë të shtëpisë. Është kjo një hallk më vete, një problematik më vete, por faktikisht janë çmimet shumë të larta. Një apartament 1+1 ka vlerën diku tek 280-350 euro dhe 2+1 janë nga 300 deri në 400 dhe kështu me radhë. Unë personalisht kam folur me shumë, por nuk kam mbyllur as edhe një. Faktikisht, realia është kjo. Nuk kam mbyllur asnjë sepse kemi patur javës që shkojti, por pronarët nuk kanë planuar dhe kështu që se di është një problem është.
Në Gjirokastër, pjesa më e madhe e apartamenteve është regjistruar në platformat e bookingut, duke funksionuar kryesisht për turistët. Sërish dhe gjatë dimrit prap problematik është për arsye sepse këto prona nuk shumë pak nga këta individ që punojnë në apartamentet e tyre në booking nuk i heqin, vazhdojnë akoma dhe sezonin e dimrit që janë të vendosur aty, sikur dhe 2-3 herë ta japi gjatë sezonit. Për mua është mjaftueshëm, thot një familje që me ato mbahet. Dhe kështu që e shikon si fokus më tepër bookingun se sa pjesën e qirasit i pikoj pak për shembull në muaj dhe e shikojnë si fokus më shumë bookingun. Studentët që kërkojnë banesa duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të fillojnë kërkimin që tani për të siguruar një vend banim të përshtatshëm. Sipas ekspertëve, zgjedhja më e mirë është të kontaktojnë agjenci të besueshme dhe të jenë gati për të negociuar çmimet. Gjirokastra ofron një udhëtim të veçantë në të shkuarën përmes muzeve të saj, të cilat pasqyrojnë historinë, traditat dhe trashëgiminë kulturore të qytetit. Sipas studiuesve të historisë, investimet e bëra në këto institucione kulturore ndihmojnë në ruajtjen e historisë dhe tërheqin turistë duke kontribuar në zhvillimin ekonomik. Gjirokastra, si qytet me histori të pasur dhe trashëgimi kulturore të veçantë, ofron për vizitorët mundësinë për të njohur të shkuarën e saj përmes muzeve dhe institucioneve kulturore. Sipas studiuesve të historisë, këto muze ofrojnë një udhëtim unik në kohë, duke treguar traditat, jetën dhe zhvillimet e qytetit. Investimet që janë bërë në muze dhe infrastrukturën kulturore të Gjirokastrës janë të rëndësishme, pasi jo vetëm ruajnë historinë, por edhe tërheqin vizitorë dhe turistë që dëshirojnë të rikthehen për ta vizituar qytetin. Gjirokastra, ashtu si kundër dhe shumë qytetet e tjera, por në mënyrë të veçantë Gjirokastra ka se çfarë të rrëfej në pjesën e të shkuarës së saj. Kështu që një moment për të rrëfyer të shkuarën normalisht që është një stacion që është muzeu. Dhe investimet që janë bërë në qytetin e Gjirokastrës e ndjenin tim edhe të tjera investime që do vazhdojnë të pasojnë për sa i përket pjesës së trashëgimisë historike, pra të përkthyera në muzeume, është një ushqim shumë i rëndësishëm dhe shumë i shëndetshëm për ata që vinë dhe që mendojnë pse jo t'i rikthehen qytetit, sepse qyteti s'mund të jetë vetëm një grup shtëpish apo një grup njerëzish që të banojnë aty, por njëkohësisht ata kanë dhe një të shkuar. Dhe kjo është shkuar më së miri është paraqitur te muzeumi i Gjirokastrës, njëkohësisht tani në fund me realizimin apo me restaurimin disa prej tyre, ashtu siç mund të jetë për shembull shtëpia e Kadares apo muzeu etnografik i qytetit. Sipas studiuesit të historisë Niko Kotherja, për një eksperiencë të plot muzeume duhet të kenë staf të kualifikuar dhe të njohur me historinë e qytetit. Këta individ mund të udhëzojnë dhe orientojnë vizitorët në mënyrën e duhur, duke shpjeguar rëndësinë e objekteve dhe ekspozitave dhe duke e bërë vizitën më të pasur dhe më informuese. Është e rëndësishme që të kthejmë sytet e problematikat që kanë këto muzeume. Unë mendoj se muzeumet duhet të kenë njerëz të cilët të punojnë aty, por që të jenë adapt asaj pune, pra të jenë studius historie, të jenë njerëz koshient për atë çka duhet të investojnë në dijen e tyre njëkohësisht, por përmes tyre duke rezatuar dhe te personazhet e tjerë që mbase vinë thjesht bëjnë një kalim të thjeshtë të muzeut, por edhe te personazhet të tjerë, cilët mund të jenë studius historie dhe që punojësit e muzeumeve kanë një detyrë të rëndësishme për të orientuar dhe kërkimet e studiuesve të ndryshëm, të cilët vinë dhe paraqiten në zyrat e muzeut për të marrë informacion më të madh. Vizitorët që vinë në Gjirokastër mund të përfitojnë maksimalisht nga eksperienca muzeale duke udhëzuar nga profesionistët e fushës. Njohja e historisë së qytetit dhe pjesëmarrja në aktivitete kulturore i lejon ata të lidhen më thellë me trashëgiminë e pasur dhe të kuptojnë vlerën e veçantë të Gjirokastrës. Në Gjirokastër, aerodromi i qytetit po kthehet në një pikë tërheqëse për sportet ajrore. Parashutistë dhe pilot nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës zgjedhin në këtë destinacion për të zhvilluar fluturime spektakolare. Këtë të diel ishte planifikuar një aktivitet i madh, por kushtet atmosferike penguan një pjesë të pjesëmarrësve. Aerodromi Gjirokastrës po kthehet në një nga destinacionet më të preferuar për adhuruesit e sporteve ajrore. Renis Tërshana, presidenti Federatës Shqiptare të Sporteve të Ajrit, u shpreh për mikrofonin e RTS-s se ishte planifikuar që këtë të diel të zhvillojë një spektakël fluturimesh në qiellin e Gjirokastrës. Megjithatë, kushtet atmosferike penguan pjesëmarrjen e disa prej adhuruesve të këtij sporti. U nisëm nga Athina dje dhe me pak vështirësi duke zgjatur pak rrugën, duke u shmangur furtunës dhe erave dhe shiut, arritëm dje në Gjirokastër. Kështu që
ishim të vetmit, por neve kishim pak kushte më të mira atmosferike nga pika e nisjes. Kështu që pilotët që do nisin nga Italia nuk mundën të arrinë dhe disa avion ose nga Kavala, nga krau tjetër i Greqisë nuk arritën dot, por ne nga Athina jo dolëm. Ishin rreth 15 mjete, duhet të llogarisim 2 pilot dhe kopilot, kështu që rreth 30 profesionistë ishin parashikuar. Do kishte edhe parashikimi për skydiving, të cilën anullum, po kjo është gjëja më normale në këtë fushë. Mund bëhet javës tjetër, mund bëhet mas 2 javësh, kështu që kur të organizohen prapë. Për këtë aerodrom kemi shumë vite që flasim vazhdimisht, është shumë i mirë, shumë i dashur. Jo vetëm si aerodrom, po vetëm nga që edhe gjirokastritët na presin dhe ne presin me shumë respekt dhe me shumë kualitet. Është herë disat që organizojnë fluturime në Gjirokastër. Pilotët shprehen optimist për këtë aerodrom, i cili ofron një panoramë mbreslënëse. Fusha dhe aerodromi Gjirokastrës është i përshtatshëm për trajnime. Është hera ime e disat që vinë në Gjirokastër vetë personalisht. Do të kryen disa fluturime sot përshëndetëse në mënyrë demonstrative për të treguar që fusha është në kushtet e duhura, optimale për të kryer këto lloj fluturime. Shkoa është në favorin ton. Pista gjithashtu është në kushtet optimale për të bërë fluturime trajnuese me ultralight, do të thotë super të lehtë, avion sikur që keni përballë jush, që mund të ngrihen ulen në këtë lloj fushe. Gjithashtu bën dhe mirëpret çdo investim të aviacionit civil shqiptar në fusha të tilla, të cilat nuk duan shumë kosto qoftë ndërtimi ose dhe mirëmbajtje më vonë. Aeroporti ofron kushte të mira. Vim nga Greqia. Ju bashkuam këtij eventi të fluturimit dhe e vlerësojmë shumë këtë. Ne erdhëm nga Janina dhe pritet muajin tjetër të vim sërish për fluturim nga aeroporti i Janinës për në Gjirokastër. Njerëzit këtu janë miqësor dhe ambienti është i këndshëm dhe kjo na nxit që të vim sërish këtu. Zhvillimi i sporteve ajrore në Gjirokastër ndikon pozitivisht në rritjen e turizmit dhe zhvillimin e ekonomisë lokale. Në Tepelenë është qelur një ekspozit në nder të figurës heroit kombëtar Tafil Buzi. Ekspozita është vendosur në Muzeun Historik të Tepelenës me 30 punime artistike. Ndërkaq, pjesë të saj do të jenë të shfaqura edhe në Buzë dhe Memaliaj, duke e kthyer këtë aktivitet në një ngjarje të rëndësishme për të gjithë zonën. Në kuadër të vendosjes së shtatore së heroit të kombit, Tafil Buzi, është organizuar një ekspozit kushtuar figurës së tij historike dhe kontributit të çmuar në lirinë dhe identitetin kombëtar. Ekspozita përfshin mbi 30 punime, bëri të ditur Hava Muçollari, nënkryetare shoqatës kulturore që mban emrin Tafil Buzi. Në ekspozitën që kemi caktuar janë grupet artistike të valleve, këngët labe të shoqëruara nga grupet artistike të shoqatës Tafil Buzi, po kështu grupi i Bënçës, grupi i Memaliajt, grupi i Tepelenës, grupi i Komarit, grupi i Zvorit. Këtë ekspozit e ka organizuar Shtëpia Kulturës Tepelenë në bashkëpunim me shoqatën Tafil Buzi. Veprimtaria përfshin gjithashtu prezantimin e gazetave, librave historik, letrar dhe social që dokumentojnë dhe trajtojnë periudhën dhe figurën e Tafil Buzit nga këndvështrime të ndryshme. Këtu janë të paraqitura mbi 30 punime. Njëkohësisht domethënë aktiviteti përfshin edhe ndarjen e librave kushtuar Tafil Buzit, të cilat jepen falash, po kështu edhe gazeta mujore. Në këto libra dhe gazeta paraqitet kryesisht veprimtaria e heroit të zonës së Buzit, Tafil Buzi, po kështu dhe jeta e përditshme e zonës, që përfshin bashkinë Memaliaj, po kështu bashkinë Tepelenë dhe të tjera gjëra historike, letrare, sociale, nga jeta dhe veprimtaria kryesisht e zonës, por ka edhe krijime artistike me taban. Ekspozita është vendosur në Muzeun Historik të Tepelenës me pjesë të saj të shfaqura edhe në Buzë dhe Memaliaj, duke kthyer këtë aktivitet në një ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike për të gjithë zonën dhe jo vetëm.
Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.